Përshëndetje nga kuzhina e Erit. Sot kam vendosur me përgatit qofte të lëngshme që bëhen tepër çeshme me një sos fantazi për ndryshë lëng. Krejt që kanë nevojitën për përgatitjen e qofteve, spari janë 500 gram misht viçit ose të lopës bluar, një lugë të mesme magdanoz, një lugë të mesme hudhër e bluar, një lugë të mesme veget, një lugë të mesme biber i kuq, një lugë të çajit me biber të zi, 2 qepi kimi gri, një lugë të gjellës me miell, si dhe një vezë. Për përgatitjen e lëngut, spari morim pra 3 lugë të gjellës me miell, një katror që është kështu i viçit ose i lopës, që shkrihet në 1 litër ujë. Mandej ko morë këto 2 lugë të gjellës plot me kos, një lugë të mesme me veget, si dhe vaj. Bismillah, fillojna përgatitjen e qofteve spari. Tek mishi hedhim 1 lugë të gjellës miell, një vezë, të gjitha melmesat, po ashtu edhe qipt. E përzina mirë mishin pra. Mase kemi përzi edhe mishin, e morën pak vaj, e lyna duart. E formojna qështu qoftet, edhe e lojna në një hen omësh, gjitha deri në fund. Qoftat i kemi përgatit tek uji, qesin 1 lugë të mesme me hudhër, edhe këtë katrorin që jetë i trejtë në kamena, edhe morim tash një tigan së të ngjire. Morim pra një tigan edhe qesim vaj, e lojna vajin që të nxehet. Në anën tjetër, prap morim një të ngjire. Hedhim vaj, e lojna pashtu me nxehë. Tek tigoni i dytë, ashtë nxehë vaj po ashtu. Tash morim miellet. Edhe e tjetin pra se kështë të hauze. Ka përgatitur me jamën dhe. I rrotullojmë tash qoftet sa më drejt. Ja kemi qitë kosin, tash e shtojna këtë ujin. Edhe ka përzina me shtojnë që të. A përzina mirë këtë sosin që ndryshë me janë që kemë përgatit të i se të me vaj edhe që të lanë pak me trashë. Edhe me tërë të dorës pra që nuk mbet asë një kokër të shpeshit. E shifni ka morë vaj edhe këtë sosi ose me janja tash ti marrim qoftet. Prej ti tigoni e drejte të ngjire. Një ushqim tepër i shishëm, shpejt përgatitje, e përgatitni vetë, as keni nevojë me ble sosa. Unë për vete s'di, a kom ble 2 herë një jetë ende, qëtash sosa. Gjithë i përgatiti me janët vetë, sepse shumica për tyne, mja u këshirë për bërësit brenda, e dini vetë, për ne muslimon për flasë, kush i hanë të kush i bokshën mirë, ne nuk i përdorim, pra shumica sosave janë me yndyrë dherët. Tash e ullim temperaturën prej 9 në 2
se kjo zonja qorbë me qofte po don me fluturu. Këtë vajin edhe këto qept, tash bismillaja qesin për mirë. Basi ka marrë 2-3 val, e nalim edhe shpëretin. Kështu duket kjo çorba ose gjella që ta knoq zemrën me qofte. E langshme, e sheshme pa mos. Nëse ju duket që ka pak, pra është pak e njelmt, keni qef ma shumë, mundeni me shtu pra pak dëget ose krip, kjo shkon krejt si pas shijes t'juve. Dikush ka qef pak ma shumë krip, dikush ma shumë ose ma pak që shdo një vetë. Neve na bëth mirë e juve po ashtu. Nëse përgatitni, faleminderit për krajnë që ma beni, komendet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit. Ju them miru po fshim.